Faleminderit shumë kryetar. Këshilli për Avasimin Zgjedhore ka shqyrtuar procedurën e qendrës së numërimit dhe rezultateve. Kanë dhënë komentet lidhur me këtë procedurë. Rekomandohet që kjo të miratohet. Kjo procedurë përfshin gjitha proceset dhe aktivitetet që zhvillohen në qendrën e numërimit dhe rezultateve, nga pranimi i materialit të ndjeshëm deri tek shpërndarja e saj, e pastaj edhe pranimi i kutive bashkë me fletëvotimit nga qendrat komunale të numërimit, organizimin brenda QNR-s, si dhe procedurat për numërimin e votave të votimit të persona me nevoja të veçanta dhe votimit me postë. Edhe në këtë mbledhje të Këshillit të Operacionit Zgjedhor kam dhënë komentin që kam thënë edhe më parë në mbledhjet paraprake të Këshillit të Operacionit Zgjedhor dhe të KQZ-s që numërimi i votimit me postë të bëhet në bazë të shteteve se prej nga votojnë qytetarët dhe jo në bazë të komunave të Kosovës, me qenë se jemi duke folur për një zonë zgjedhore. Ky koment është dhënë për shqyrtim në sekretariat. Sekretariati duket si nuk e ka shtjelluar më tepër këtë procedurë dhe ka sjellë sot për rekomandim këtu, por rekomandimi i Këshillit ka qenë që kjo të miratohet në parim dhe votohet këtu. Sot prapë hapi për diskutim çështjen e numërimit të votimit me postë, sepse konsideroj që duke qenë një zonë zgjedhore, numërimi i votave me postë duhet të bëhet në bazë të shteteve, se prej ka votojnë qytetarët e diasporës dhe jo në bazë të komunave të Kosovës. Kjo është një çështje që është diskutuar, mbase ka më shumë se 10 ditë që është diskutuar dhe ne kemi marrë një përgjigje prej Departamentit të Teknologjisë Informative Zgjedhore të Shërbimit Votuesve. Sipas paragrafit 6 të linjës 18 të rregullorës zgjedhore numër 14/2024 theksohet se zafet me fletë votime që aprovohen gjatë vlerësimit klasifikohen në kutit votimit sipas komunave të Republikës Kosovës. Edhe mbi këtë dispozitë ligjore është dizajnuar dhe platforma që ne e përdorim, që kemi përdorur në zgjedhjet lokale dhe që kemi përdorur në zgjedhjet e datës 28 dhjetor 2025. Edhe këtu na kemi jep një opinion që kjo është e pamundshme më bu për shkak që duhet më bu ndryshime në platformë. Edhe ndryshimet të platformë në këtë kohë që sa ka mbetur deri në ditën e zgjedhjeve, teknikisht nuk mundet me u bë, edhe kjo është përgjigje që kemi marrë prej drejtorit të Departamentit të Teknologjisë Informative Zgjedhore dhe të njëjtën përgjigje unë pastaj e kam përcjellë edhe te Këshilli për Operacionet Zgjedhore. Sepse është vlerësimi i tyre që kjo nuk mundet me u bë, nuk mundet me u klasifiku votat jashtë Kosovës në bazë të shteteve që kanë ardhur, po duhet me u bë në bazë të komunave, me u sortu ata që kalojnë vlerësimin, do të thotë që vlerësohen se i plotësojnë kushtet për numërim të fletëvotimit, ato sortohen ose klasifikohen në bazë të kodeve komunale në ato komuna dhe me tonë ku votuesit kanë vendbanimin nëna Kosovës. Edhe kështu është e dizajnuar dhe platforma, edhe për këtë proces zgjedhor është e pamundur më bë. Kjo është vlerësimi që kemi marrë profesional prej departamentit përkatës, e cilin vlerësim unë pastaj e pata përcjellur dikun para 10 ditë edhe te Këshilli për Operacionet Zgjedhore. Kjo është përgjigjja që kam me lidhur me këtë proces. Faleminderit. Këshilli i Operacionit Zgjedhore po ashtu ka shqyrtuar plan operacional për ditën e zgjedhjeve. Dhe ky plan operacional parasheh 2 ditët që do të organizohen zgjedhjet, bëhet fjalë për zgjedhjet në përfaqësi diplomatike ditën e shtunë dhe të dielën që do të jenë brenda vendit. Në kuadër të planit operacional janë të ndarë kategoritë e ekipeve të cilat do të jenë funksionale në ditën e zgjedhjeve, pra në këtë rast dhomën operative që do të krijoj raporte, do gjeneroj raporte të 2 niveleve, atë të nivelit të komisioneve komunale të zgjedhjeve, me raportimet që vijnë nga terreni dhe të ekipit të monitorimit të mediave që do të monitorojnë ngjarjet të cilat janë me interes për KQZ në ditën e zgjedhjeve, lidhur me ndonjë parregullsi apo ndonjë rast që mund të jetë në terren, në qendrat e votimit dhe vendvotime, dhe këto raste menjëherë do të evidentuohen raportohen në dhomën operative, por edhe në KQZ. Po ashtu është i bashkangjitur edhe plani i konferencave që do të zhvillohen, bëhet fjalë për konferencën hapëse të hapjes së vendvotimeve, pastaj konferencën e orës 11:30, të orës 15:30 edhe konferencën e rezultateve e mbylljes së qendrave të votimit dhe rezultateve preliminare. Këto dy
Gjatë 2 ditëve edhe ditën e shtunë edhe të dielën do të kemi konferenca në KQZ që këtë rast edhe zëdhënësi do të jetë i qasshëm për secilin për dhënë informacion lidhur me çdo detaj në përfaqësi diplomatike por edhe të votimit brenda vendit. Rekomandoj që të miratohet ky plan operacional. Faleminderit Renit. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedh votim kush është për. 11 vota për, miratohet plani operacional për 2 ditët e zgjedhjeve.